dalim pastaj ditëve të haxhit në Arafat, një vend tubim i madh, një vend i madh, ku të gjithë të përullur, ku të gjithë të lodhur, të raskapitur, e lusin Allahun xhallahu ala. E të kujtohet dita e gjykimit, e të kujtohet grumbullimi i njerëzve, e të kujtohet dalja për Allahut manduar, dhe të ka plën një frikë, dhe të ka plën një shqetësim, a thua vallë, si do të jetë kjo dalje? A do të kemi mundësi që të largohemi nga vapa e madhe e diellit në atë ditë, ku do të pikojë njerëz nga djersa? A do të jemi në hijen e arshit të Allahut xhallahu ala? A do të jemi të falur? Dhe në këtë shqetësim të brendshëm, në këtë udhtim drejt ahiretit, vije qetësimi hynor. Ai që tha pejgamberi alayhi salatu wasalam se në këtë ditë Allahu zbret në qiellin e dunjas dhe krenohet me robët e tij para me lajkeve e i thot me lajkeve: "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Jeni dëshmitar o me lajket e mia se unë ua kam falë të gjithëve që janë në Arafat. Allah na bëf nga ata. Prandaj mes frikës dhe shpresës dhe plot dashni për Allahun xhallahu ala, të mbushur energji pozitive si duhet, ne kalojmë ditën e Arafatit pa humbur asnjë moment nga momenti i Arafatit, duke shfrytzuar maksimalisht në dua, në lutje, në përkushtim, në kthim tek Allahu xhallahu ala, duke kërkuar falje mëkateve dhe kënaqësinë e Allahut manduar.